Ishte një burr, zotëri burr, I shkuar pak në moshë, disi, domethënë. Edhe e kishte kapur ky moment I reflektimit për jetën, për zgjedhjet që kishte bërë, për moshën që I kishte ikur, vitet që kishin kaluar, rininë e tij, atë moshën e mesme, punët e kështu me radhë, njerëzit e familjes. Dhe kishte dalë atje në kodur duke bërë gjithë të reflektimin dhe I kishte drejtuar syt nga qielli duke I folur Zotit. O Zoti, thoshte. I prekur në maksimum, o Zot. Më dhe një fëmijëri edhe ma more. Qantë. O Zot, më dhe një rini edhe ma more. Mos qaj, u preket ti. Ishte ky burri domethënë që prekej, sepse po reflektonte për jetën. Skuqur pak do çojmë dhe na. O Zot, më dhe gjitha të fuqi, gjitha të freski, edhe mi more të gjitha. Pastaj dha grua po. Më dhe gjitha të puni, tha. Dhe prap mi more. O Zot, I tha, më dhe grua. Po pse s'ma more? Jo. Më dhe gruan, I tha. U bën gjithë do vite, mër Zot, I tha. Po s'më dhe. Jo, thjesht po të kujtoj, tha. Kjo është ideja. Ma u duken si gjagjëza këto, se ka filluar t'i gjej. Ndrobartalit. Ose do ndrohesh Ja të moderatori. parashikueshme, po, patjetër. Pse jo? Ky shkreti më shumë po qante se po vononte afati Dikush e gruas. kupton, mirë do ishte. Po ne qeshëm gjithsesi.